Shkodra mirëpriti një koncert të veçantë kushtuar kryeveprës së Antonio Vivaldit, 4 stinat, në interpretimin e ansamblit të harqeve Harmonia Albanika. I konceptuar si një bashkëdhëtim mes muzikës dhe letërsisë, koncerti u pasurua me leximin e soneteve që frymëzuan kompozitorin italian në krijimin e kësaj vepre monumentale, duke i ofruar publikut një përjetim të plotë artistik. Koncerti në qendrën rinore Arka erdhi në udhëheqjen artistike të Dritan Mlikas, me dirigjente Kristin Doja. Si soliste u ngjitën në skenë violinistët Esmeralda Kyqyku, Elena Lamnika, Dea Nicaj dhe profesor Lorenz Radovani. Ne u ndjem shumë mirë sepse të them vërtetën, publiku i Shkodrës është publik shumë i joshës, është treg shumë i bukur për artistët, kënaqësi e madhe, aq më tepër për bashkëpunimin dhe për gatishmërinë që gjithmonë gjejmë tek qendra rinore Arka, ku një pjesëmarrje shumë masive e publikut, të cilën e servirëm, siç edhe e pat vetë, e servirëm përveç notave muzikore, kontekstit muzikor, servim edhe sonetet, poezitë e shkruara nga Vivaldi, të cilat shoqëroheshin me pamje, me imazhet e stinëve të ndryshme të vitit. Aktiviteti sotëm është i lidhur me aktivitetin e ansamblit harqeve Harmonia Albanika, me cilin ka 2 vjet që bashkëpunojmë me profesor Lorenz Radovani dhe me një pjesë të muzikantëve të qytetit tonë, si dhe nga rrethet, gjithashtu kena dhe instrumentista që vinë nga Tuzi. 4 stinë të Vivaldit është një pjesë, sidomos për dirigjentat pak e vështirë, por mendoj që kam fatin dhe privilegjin që të luaj me ansamblin e harqeve, Harmonia Albanika, e cila është udhëhequr nga profesor Lorenz Radovani, fal besimit të tij, e falenderoj shumë për besimin e tij. Normal është përgjithësi, por vlen të theksohet që është si shkollë e dytë. Koncerti u shndrua në një udhëtim përmes 4 stinëve të Vivaldit, duke përcjell emocione, elegancë dhe bukurinë e muzikës së klasike.